Auditi tematik mbi disponibilitetin e barnave për trajtimin e sëmundjeve tumorale, i bërë nga kontrolli i lartë i shtetit, ka zbuluar një sër skandalesh me mungesën e barnave antitumorale, skandencën e tyre apo shkelje të tjera. Shkelje dhe skandale të cilat CNA i ka publikuar ditë pas dite. Një tjetër skandal që zbulohet në raportin e KLSH-s është mungesa e pajisjeve të specializuara dhe të automatizuara për përgatitjen, dozimin dhe përzierjen precize të barnave. KLSH evidenton në auditim se mungesa e këtyre pajisjeve e bën të varur procesin nga ndërhyrja e personelit, gjë kjo që rrit ndjeshëm mundësinë për devijime në sasi apo kontaminim. Nga auditimi i kryer në sektorin e kapave në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, u konstatua se ky sektor disponon vetëm pajisje manuale dhe jo pajisje të specializuara dhe të automatizuara për përgatitjen, dozimin dhe përzierjen precize të barnave citostatike. Mungesa e automatizimit e bën procesin plotësisht të varur nga ndërhyrja manuale e personelit, çka rrit ndjeshëm mundësinë për devijime në sasi, kontaminim të mundshëm të përgatitjeve apo gabime në përzierje që nuk janë lehtësisht të gjurmueshme dhe mund të sjellin mungesë të efikasitetit terapeutik, evidentohet në auditimin e KLSH-s. Raporti i KLSH evidenton po ashtu se pajisjet teknike nuk janë mirëmbajtur apo kalibruar pas futjes së tyre në inventar. Mirëmbajtja dhe kalibrimi do të mundësonin funksionimin e tyre në mënyrë të saktë dhe brenda parametrave teknik. Për më tepër, nga informacioni i vendosur në dispozicion, rezulton se pajisjet teknike të sektorit nuk janë mirëmbajtur apo kalibruar që nga momenti i futjes së tyre në inventar. Proces ky që do të garantonte funksionimin e tyre në mënyrë të saktë, të besueshme dhe brenda parametrave të paracaktuar teknik, thuhet në raport. Në raportin auditues të bërë, KLSH rekomandon që të merren masa nga drejtoria e QSUNT-s për ngritjen e një grupi pune, i cili të kryej vlerësim teknik të pajisjeve në sektorin e kapave. Drejtori i përgjithshëm i QSUNT-s të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për vlerësimin teknik të pajisjeve të sektorit të kapave dhe rishikimin e procedurës për mirëmbajtjen dhe kalibrimin periodik të pajisjeve ekzistuese, duke vlerësuar nevojën për automatizim procesi, rekomandon KLSH.